ditëve të fundit, pa diskutim ka të bëjë me çështjen e përmbytjeve. Patëm disa problematika të cilat u evidentuan në disa qarqe kryesore në kuadër të asaj se çfarë u pa lidhur me përmbytjet, cilat janë disa prej mësimeve, nëse mund t'i quajmë kështu në thojza, që u nxorën prej aty dhe investimeve apo strategjisë që pritet të ndiqet në vijim, jo vetëm për të arritur dhe për të menaxhuar situata të tilla, por pse jo edhe për t'i parandaluar ato. Patjetër që ka qenë një situatë fatkeqe në disa zona të Shqipërisë. Janë rreth 6 qarqe që janë prekur nga përmbytjet e fundit, edhe besoj që në këtë moment që ne flasim, patjetër situata është stabilizuar, bashkitë tashmë janë të fokusuara në përfundimin e evidentimit të dëmeve që janë krijuar në territor dhe patjetër jemi duke punuar fort me bashkitë për të përllogaritur gjitha dëmet dhe për të vazhduar më pas edhe për metodologjinë që do përdoret për mbështetjen e atyre të cilët janë prekur nga përmbytjet. Kuptohet që si çdo situatë emergjente janë disa le themi mësime për të nxjerr. Ajo çfarë ka ndodhur dhe gjatë javëve të fundit, pikërisht kjo është bërë një analizë në territor për sa i përket ndërhyrjeve të cilat janë domosdoshme për të qenë më të mirë përgatitur në territor, roli bashkive po ashtu është analizuar, në të njëjtën kohë janë evidentuar dhe ndërhyrje që duhen bërë në mbështetje të institucioneve duke filluar me bashkitë për të qenë më të mirë përgatitur për sa i përket parandalimit të këtyre situatave, por në të njëjtën kohë dhe për dhënë përgjigje të menjëhershme kur këto situata ndodhin. Në tërësi është konstatuar një përgjigje e shpejtë të gjitha institucioneve, tashmë institucionet kanë përfituar eksperiencën e dur për të përballur me situata të tilla. Por kuptohet që ilaçi më i mirë për këto situata është gjithmonë minimizimi i rrisjeve të cilat vinë si rrjedhore dhe ndryshimeve klimatike dhe patjetër që rreshtet e fundit treguan qartazi që ne kemi ndryshime thelbësore në mënyrën se si dhe moti sillet nga muaj në muaj. Por nëse unë mund të përmendja disa nga elementet që besoj janë shumë të rëndësishëm. Edhe për sa i përket fuqizimit të bashkive në territor, një nisëm të cilën kryeministri e shpalosi pak ditë më parë, është pikërisht mbështetja që ne planifikojmë tashmë, duke krijuar një model të ri për mbështetjen e bashkive me mjetet të cilat janë domosdoshme për të mbajtur gjithë infrastrukturën në territor në kushte optimale për të përballuar nivele shumë të larta rreshjes. Kjo skemë do të funksionojë fal një mbështetje financiare që është janë marrë nga Emiratet e Bashkuara, janë rreth 20 milionë euro, të cilat do të fokusohen tashmë në bazë të një metodologjie e cila është duke u ndërtuar, ku do të merren mjete të cilat janë të fokusuara për fuqizimin e bashkive dhe për t'i dhënë përgjigje përmirësimit të infrastrukturës, parandalimit të rastet emergjente siç mund të jenë përmbytjet, por jo vetëm, por gjithashtu duke i ardhur ndihmë bashkive edhe për të përmirësuar përgjigjen që ato kanë në territor për mirëmbajtjen e infrastrukturës, të rrugëve të bardha, në zona të thella etj. Me radhë. Besoj kjo është një ndihmë shumë e madhe për bashkitë. Unë besoj që në 6 muajt që kemi përpara kjo do të marrë jetë dhe patjetër do të jenë gati aty për të përgatitur edhe për sezonin, po quajmë sezonin veror dhe të rreshjeve të fundvitit 2026. Por në të njëjtën kohë ne jemi duke punuar po ashtu me bashkitë dhe me bordet e kullimit për të krijuar një kalendar më të qartë të mënyrës se si ne ndërhyjmë në territor përpara sezonit të rreshjeve dhe në të njëjtën kohë tashmë do të jetë një nisëm kombëtare sepse rreshjet po ashtu treguan qartazi le themi pikat e dobta që kanë të bëjnë me menaxhimin e mbetjeve në territor, ku shpeshherë kanalet kryesore bllokohen si rrjedhoi e mbetjeve të cilat hidhen pa kriterë në territor. Dhe kuptohet që edhe në këtë dimension bashkitë kanë një rol shumë të rëndësishëm për menaxhimin e mbetjeve. Por duke thënë këtë, do të jemi shumë të qartë që edhe publiku ka një përgjegjësi shumë të madhe, sepse në fund ditës mënyra se si individi interakton me ambientin, me natyrën, është edhe një zgjedhje personale. Dhe unë besoj që ka ardhur momenti ku ne do të kemi një fushatë të qartë kombëtare në këtë drejtim. Po patjetër, besoj që proceset integruese përfshin edhe mënyrën se si komuniteti sillet jo vetëm me ambientin, por edhe me po e quajmë
me ekosistemin tërsi. Dhe këto janë hapat cilat në të gjithë shoqëritë duhet përgjigjemi. Ne duhet ta pranojmë, menaxhimi i mbetjeve nuk ka qenë pjesë e një tradite të fortë institucionale, por dhe kulturore deri diku në territor. Dhe kjo kërkon një qasje 360 gradë, duke filluar që me ndërgjegjësimin më të qartë të shoqërisë, duke filluar me patjetër me kurrikula të cilat janë më të qarta në sistemin arsimor, që ne të edukojmë brezat e ardhshme për mënyrën se si duhet të interaktojnë me mjedisin. Institucionet duhen fuqizuar për të pasur mundësinë që shërbimin ta shtrinë në të gjithë territorin, dhe këtu bashkitë qartazi kanë mësime për të nxjerrë, sepse ne kemi pjesë territorit që janë të pambuluara me shërbim të menaxhimit mbetjeve, siç mund të jenë zonat e thella, sepse ne ecim me parimin që Kosova është shumë e lartë, si do shkohet në një zonë të thellë, por ne duhet i japim përgjigje edhe këtyre rasteve, me metodologji ndryshe nga që mund të kenë zonat urbane, por duhet gjetur formula. Dhe qeveria është gati që patjetër të mbështesi edhe bashkitë nëse do të jetë nevojshme. Ligji i ri për menaxhimin e mbetjeve kaloi. Një fushat ndërgjegjësimi do të fillojë shumë shpejt, shkollat duhet të luajnë rolin e tyre, por në këtë rast edhe mediat patjetër duhet luajnë rolin e tyre. Dhe unë besoj që situata që ne kaluam ofron dimensione të ndryshme të sfidave që ne përballemi, por në të njëjtën kohë edhe të mësimeve që ne duhet nxjerrim nga kjo situatë. Dhe unë jam i bindur që me gjitha këto nisma që unë përmenda, mbështetja më e madhe për bashkitë, logjistikë më të fortë, parandalim në nivele më të larta, besoj që patjetër janë nisma të cilat ne jemi duke punuar në fakt, edhe gjatë ditës sot me mbledhjet e para ka qenë pikërisht për këtë temë. Kjo shkon edhe në kuadër të konceptit të asaj që quhet